Mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët. Ceremonia e ndarjes së çmimeve për më të mirat e vitit nga Telegrafi bëhet sonte për të 8 vjet radhazi, duke nderuar futbollistët dhe klubet më të suksesshëm të vitit. Kjo ngjarje është një festë e futbollit, një mbrëmje vlerësimi për arritjet më të sfikatura ku shfaqen futbollisti dhe klubi i vitit, për mbi të gjitha festohet puna për kushtimin dhe pasionin për këtë sport. Viti 2025 ka qenë një vit i suksesshëm për futbollin e Kosovës, por edhe për Telegrafin si medium. Ne kemi vazhduar të rrisim bunimin e sportit vendor me fokus të veçantë futbollin, pikërisht arsyem se jemi mbledhur sonte këtu. Gjatë vitit kemi vazhduar me podcastin Arena e Yjeve, me rrëfime dhe biseda ekskluzive nga legjenda dhe figura aktuale të sportit, projekt që nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e partnerëve tanë si Netflix, Pro Transport, Lashko, Mucha Solar, Atos, KGM Sanjo Kosova, Golden Eagle, Airmini dhe Exfest. Së fundmi kemi lansuar edhe aplikacionin Telegrafi Sport për të qenë edhe më afër lexuesit dhe për të sjellë lajmin sportiv më shpejt dhe më qartë se kur. Për futbollin dhe Telegrafin do të kishim të flasim me ditë të tëra. Por sonte është mbrëmja më të mirave dhe pas gjatë shumë le të fillojmë me ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Çmimi i parë që do të bëhet sonte është çmimi i publikut, respektivisht lezuesve të Telegrafit, të cilët kanë votuar për 10 ditë në sondazhin e hapur në portalin tonë. Këtë çmim e ftojnë ta ndajë drejtori i Telegrafit, zotri Gentian Buka. Me 46% të votave, apo jo 13.582 vota nga rreth 30.000 gjithsej, fituesi këtij çmimi është ylli i dritës Artur Monaj. Është me brazilianin e Ballkanit, Giovanni, i cili pati mbi 11.000 vota. Tojnë Monaj të vi në skenë ta marrë çmimin e parë të mbrëmjes. Nëse mund është 2 fjalë, urime fillimisht të çmimin e lexuesve të Telegrafit, nëse mund është 2 fjalë për këtë çmim dhe për gjithë sezonin e suksesshëm të personalit dhe të dritës. Sport është mega për të gjithë këtu pranë jush, të flas para shumë kolegëve që tash më janë ikona të futbollit kosovar. Unë desha të falenderoj të gjitha ata që më votuan për këtë çmim. Me të vërtetë ka qenë një vit i suksesshëm në aspektin e ekipit. Unë shpresoj që vazhdojmë këto dhe më Çmimi i radhës që do të ndajmë është portieri më i mirë i vitit 2025, çmim të cilin e ftojmë ta ndajë kolegu i në sportit Romak Zeshiri. Me 47 ndeshje të luajtura gjatë vitit 2025 në të gjitha garat, nga ato 17 porta të paprekura dhe titullin kampion të fituar në Kosovë, por edhe paraqitje bravoroze në garat evropiane, fituesi i këtij çmimi është portieri i dritës Faton Maloku. Fjallë për vitin e suksesshëm. Se jo kanë shumë hera dhe ka cime që në jesën e një, do të falenderoj gjithmonë me familjen që na rrëdhën roba, klubeve të futbollistit dritas që me të vërtetë e patën një sukses në shkëpirë së vje dhe shpresojmë që të fillojmë më shumë e vazhdojmë për sukseset më këva, si dhe një falenderoj për juve që gjithmonë na qëndronin mbrapa dhe
dhe në këtë çmim na shtyri të bëjmë më shumë dhe motivohemi dhe të paraqiti sa më mirë në ndeshjeve në Pas portierit më të mirë, radha është për mbrojtësin më të mirë të vitit 2025. Çmim, të cilin do të ndajt nga kolegu yt, Bardh Mazhuni. Nga ekipet e ndeshjes së zhvilluara në të gjitha garat, nga tu edhe 2 gola dhe 5 asistime, fitues i këtij çmimi është muri i pakalueshëm i mbrojtjes së dritës, Exon Bejtullari. Din fjallë për çmimin e fituar por edhe vitin e suksesshëm i Falënderit. Për mua kjo simbol të dhuratë është një leje shumë i madh. Që më shtin nga bajrëtina më shumë në sezonën tjetër. Normalisht i çmim pa basketare e panel dhe presin e futbollit nuk arrihet. Mendoj se kemi patur një sezon ja të mirë, si në kampionatet dhe në garat evropiane. Dhe interesoj që me ta në turneun në arë më shumë, që të një rezultate për. Tani rada është për të shpërbyer mesfushori më të mirë të vitit 2025, çmim të cilin do ta dhajë menaxherja e marketingut Florentina Hasanaj. Ky çmim shkon për të tretin vit radhazi për Albert Dabiçaj, i cili pati një sezon shumë të mirë me dritën në Kosovë dhe Europë, duke luajtur gjithsej 51 ndeshje dhe duke shënuar 7 gola dhe 2 asistime. Albert, nëse mund është dy fjalë me thonë për suksesin tënë dhe për zgjedhjen për 3 vjet radhazi, çfarë do të thotë për ty? Unë thoj përshëndetje për ty, për mua është një ndjenjë dhe për ide që të shpallet për një shoh i jetë, që për e kanë që jam në rrugën e ndihur dhe vetëm në duhet të pagë një shurë, po ata për në dhe ekipën të 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 fatin të të net, ajo të shvetohet se të Çmimi i radhës është për ai sëlluesit më të mirë për vitin 2025. Dhe këtë çmim do ta ndajë përgjegjësia për PR dhe evente Alisa Buzhona. Me 17 gola dhe 10 asistime nga 37 ndeshje në Superligën e Kosovës në vitin 2025, ky çmim me plot merit i takon sëlluesit të Gjilanit Senat Jarović. Shit, English. English, okay, too much. Thank you very much also for the telegraphy. I'm very proud for this trophy. It's a victim of the million. And I want to say thank you to my teammates, my coach, the staff, the president, Chotton, all the guys around, all the done this work with them. We are not finished. 6 months to go after. See all of it. Thank you. Arzëtarës e çmimeve për secilën pozitë, tani rradha është për të shpërbyer talentin më të mirë të vitit 2025, çmim të cilin do ta dhajë producenti i podcastit Arena Live dhe Pjetër Moreca. Me 21 vjet dhe 31 ndeshje të zhvilluara gjatë vitit 2025 në Superligën e Kosovës, duke shënuar 5 gola dhe 7 asistime, dhe duke pasur edhe paraqitje të mira me kombëtarën e Kosovës U21, fituesi i këtij çmimit është ylli i llapit Arjanit Hasani.
SMS. Janë lojë, janë shumë e gjumë dhe për shtim, vajtë të falenderoj trajnerë dhe partë të tonë për pranë që të Brava është për të vlerësuar klubin më të mirë të vitit 2025, çmim të cilin do ta ndajë redaktorja e lajmeve të Telegrafit Leona Fulaj. Ky çmim shkon klubin Gjilanas Drita, i cili në pjesën e parë të vitit 2025 arriti të dominojë futbollin kosovar, duke fituar titullin kampion, ndërsa në pjesën e dytë të vitit pati paraqitje briljante në gara ndërkombëtare duke u kualifikuar në Ligën e Konferencës dhe pas fazës së ligës ka siguruar fazën play-off. Ftojmë përfaqësuesin e Dritës të vijë dhe ta pranoj këtë çmim. Pas klubit më të mirë, rradha është për të zgjedhur futbollistën më të mirë të vitit, çmimi i cili do të ndohet tashmë për herë të dytë nga Telegrafi dhe ndon kolegja jon Lavdi Rexhetit. Ky çmim i takon futbollistës së KFF Dugaxhini Aurona Racaj, e cila në vitin 2025 kishte zhvilluar 22 ndeshje duke shënuar 30 gola dhe 8 asistime, e duke merituar në fikimin e profesionalizmit. Faleminderit për vlerësimin. Për mua është ndërë dhe privilegj për zgjedhjen se i koja me mirë e vitit 2025, se të shemi ja dedikohet familjes që pas të bëjmë duar ditë. Brava është për të vlerësuar trajnerin më të mirë të vitit, çmim i cili do të ndahet me redaktorin e lajmeve Kemal Berisha. Ky çmim ka dyshim se i takon trajnerit nga Shkupi Zekiria Ramadani, i cili riktheu titullin në Gjilan pas 4 vitesh dhe ishte pikërisht titulli i 4 për të personal dhe i 4 për lojës të mirë. Ramadani gjithashtu edukon që i rezultat ekipin drejt kualifikimit në Ligën e Konferencës dhe sigurimin e fazës play-off. Kurine trajner, çfarë do të thotë ky çmim tim? Ja, Ramazan, si sa nisi. Përgëzime për këtë organizim të Telegrafit, sa ka të dje, të 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 kohë dhe ose të i kamë. Në ndjenë shumë recertuar, dhe ju përgëzaj për punën që këni po, si të mos të pasin, atëjnë ere por që më ka më pjesë në podcast dhe në ndjeja që hape isha është një që më të rekrutoj asnjëherë asnjë podcast. Me të vërtet është e punë kolektiven, se djerë se futbollistëve angazhimi e tyre, unë gjithmonë mundohem që ato të drejtojnë një rrugë sa më të mirë, po të sa më të mirë, po ako çdo ditë më bëjnë mua për vjen më të mirë. Që është merita e tyre djerë sa tyre në mundi tyre, normal duke mos na shkaruar klubin tani të jemi, një vërëzimi e zakonshëm për natë e klubit. Ky shenjë o do të bëjë gjithë që janë në nëmtenën e typës. Faleminderit. Dhe tani momenti i mbrëmjes. Çmimi i fundit për nga radha, por më i rëndësishmi i vitit është ai për futbollistin më të mirë të vitit 2025, çmim që do të ndahet nga redaktori i sportit Lavdi Berisha. Dominues vendimtar dhe kampion me dritë. 47 ndeshje në të gjitha varat me 14 gola dhe 8 asistime, por edhe gola të shënuara në çdo kompeticion, nga Superliga e Kosovës në kualifikuesit për Ligën e Kampionëve e Ligën e Evropës dhe në Ligën e Konferencës. Fitues është Armonaj. Nuk e dhe të ty këtë marrë e shtë e marrë në të një së dhe ta marrë së një të
Përveçi tifozëve, votuesve të sondazhit edhe lojtari vitin nga redaksia e Telegrafit. Çfarë do të Ja faccio también una partita sul comune, Dove fanno vite mai successo un carre invece due per poi passare che se c'è finito tutto nel cappello, io in questa gruppa partenze aveva qualche ne arrivo quando che c'erano 5 minuti che titolo individuale vuoto da una scelta per stories fatto se deve tutte le discipline da sentarsi. Faleminderit shumë. Shojna Centra Shënsim. Pasi tani Pas ndarjes së çmimeve, ftojmë të gjithë fituesit të bashkojnë në skenë për një fotografi të përbashkët dhe për të mbyllur këtë mbrëmje festive të futbollit kosovar.